Përshëndetje të gjithëve, kësa herën në podcast do të fokusohemi në aktualitetin politik, nuk po them aktualitetin politik që ka të bëj me të sotme, me ngjarjet që kanë ndodhur sot, por në një kontekst tjetër. Në një kontekst tjetër sepse do ndalemi tek një ngjarje që ka bërë shumë bujë në historinë e tranzicionit shqiptar post-komunist, por nuk është gjykuar sa duhet. Ndaj kam nderin që të kem sot ftuar edhe avokatin Hidayet Beqiri. Zotë Beqiri, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Bëra një hyrje sepse unë dua të fokusohem fakt tek ngjarjet e 1997-s. Ju i keni ndjekur, është një ngjarje tetë e bujshme, por i kthehet, flitet për 21 janarin, flitet për ngjarje tjera të mëdha që janë duke u marrë nga spak, po kjo ngjarje ka mbetur në hije. Pse mendoni kështu? Ngjarjet e 97-s ishte një tragjedi e madhe që i ndodhi, një gjem e madhe që i ndodhi faktikisht kombit shqiptar dhe edhe shtetit shqiptar, se ra shtetin ato, ra gjitha institucionet, u qua, domethënë vendin në një luftë civile, rrjedhoi ishin korrupsioni i lartë shtetëror, i cili arriti deri aty sa të vjedhi popullin e vet, gjithë ato kursime të mëdha, edhe ato të ardhurat të mëdha që sillnin emigrantët shqiptar, të cilën na mbanin faktikisht këtu neve, domethënë na mbanin edhe me bukë, të gjitha ato të ardhura u gjet një mekanizëm në thonjza grabitës korruptiv që ua grumbullonin me firmat piramidale edhe të bënin atë gjem që bën rreth 4 miliardë dollar vuarën shqiptarëve me firmat piramidale, edhe përjedhoi, pastaj ai rrëzuan ato firma mbasi u maj mirë në radhë parë politika e kohës, edhe përjedhoi ajo shpërtheu në një revoltë të madhe popullore, revoltë e cila në vend që të menaxhohej si duhej, ajo u shfrytëzua nga pushteti i kohës, u shfrytëzua për keqë edhe u kanalizua deri në një luftë civile veriu kundër jugut dhe pati viktima të mëdha, 3.000 të vrarë përveç 4 miliardë që u bodhën dhe 3.000 e ca të vrarë ato. Dhe për fatin e keq, domethënë të tonën edhe të shtetit shqiptar, nuk i hyri gjem në kem as kujt që e bëri këtë masakër financiare dhe pastaj njerëzore në këtë vend. E atyre që e quan popullin në luftë civile dhe që i shkaktuan kaq shumë viktima si kur të ishim në një luftë botërore, edhe të përballohej Shqipëria me një luftë botërore. Siç është bërë zakon në këtë vend, domethënë ato vitet e atërshme, po edhe më mbrapa, për ngjarje të tilla, domethënë fajin e merr i vdekuri, ai që mbulohet në dhe, edhe marrin ato shamizezat shqiptare, domethënë nenat që vuajnë ende sot për fëmijët që u ikën atëre, për burrat e gratë e tjera që u vran, dhe politika doli pa lagur. U ngrit një komision parlamentar për të fshehur krimin, për të mbuluar krimet, për të mbuluar vjedhjen galopante, edhe përjedhoi nuk u dënua askush. Zotë Beqiri, ai ju thatë pak më herët që u shfrytëzua nga politika e kohës, a u shfrytëzua ajo për të shkatëruar ushtrinë shqiptare? Po, ajo ishte shumë planëshe. Ju e kuptoni, dikush i merr si lodra kur bëjmë analiza edhe themi një realitet, se si u ndërtua pluralizmi politik në këtë vend, edhe se si e rrëzuam ne sistemin komunist. Në fakt ajo nisi me disa idealistë të dhjetorit, po faktikisht shumë shpejt u kap politika e kohës atyre, se si do bëj menaxhimi i saj në të ardhmen e tjera, nga agjenturat rrezikshme anti-shqiptare serbo-greke, të cilat pru në krye të disa forcave politike në vend, posaçërisht të forcës politike kryesore në atë kohë që ishte Partia Demokratike dhe do merrte pushtetin,
solli misionar të dyshim, solli njerëz që faktikisht i kishin shërbyer edhe si agent Serbisë, edhe ndërta kryesori ishte Sali Berisha. Nuk është me sekret që ai ka qenë agent i serbëve. Nuk është me sekret që ai shërbeu atyre maksimalisht, edhe në pushtet erdhi me ndihmën e serbëve. Nëse nuk do ish bërë masakra e 2 prillit në Shkodër, nuk do ishin vrarë ata 4 protestues atje që dualën në protest me një qëllim të mirë, por që Berisha i qoj si t'japi te kasapi për t'i vrarë me qëllim që të krijohesh tollovia edhe që të bëheshin pastaj as zgjedhjet parakoshme, siç u bën, domethënë në marsin e 1992-shit, atëherë domethënë nuk do të ishte kjo situatë që erdhi edhe më pas, dhe pastaj erdhi shpejt në pushtet, pas 4 muajve e humbi pushtetin, sepse u bën zgjedhjet e pushtetit vendor 26 korrik të 92-shit, dhe ai humbi 62% të votave, domethënë, Partia Demokratike e kohës atërshme. Dhe për këtë shkak, domethënë, ai Berisha me bandën e vet që mori situatën në dorë në Shqipëri, atëre filluan edhe e drejtuan në Shqipërinë jo me mjete demokratike, jo me mjete ligjore, por thjesht dhe vetëm me njerëz të besuar, me militantë të partisë, të cilëve, domethënë, u jepeshin prona, u jepeshin lekë, i lejoheshin të bënin lloj-lloj korrupsioni me detyrat që u jepeshin, dhe ana tjetër pra shfrytëzoheshin si ta shkatërronin vendin. 500 ca uzina dhe fabrika shkuan, domethënë, për skrap. Ushtria shqiptare i kishte, domethënë, një ushtri e jashtëzakonshme, nga më të fuqishmet në Europë, Ballkan po, që konkuronte edhe me ushtrinë jugoslave, që ishte e dyta atëre për nga forcia, me një armatim të jashtëzakonshëm, me flota detare, me flota ajrore, me mbrojtje toksore të jashtëzakonshme, të gjitha i mori edhe oj i shfrytëzoi për skrap, oj një pjesë tyre i çoi në Serbi, edhe përjedhoi, domethënë, e varfëruan këtë vend, e dojën, e shkatëruan në atë shkallë sa Miloševići në parlament, kur jepte llogari atje në parlamentin e vet, Slobodan Miloševići, dhe i thanë që i ke dhënë $20 milion atje ke futur në Shqipëri. E çka ke bërë me ato, ku janë ato lekë? Dhe Miloševići tha, ik shikojeni, tha, si u ka dandisa i vend, tha. Tani unë me shoqatën e gjuetarëve e marr Shqipërinë, tha, nga një superfuqi ushtarake që ishte kuptimin e mirë të fjalës në Ballkan, për nga armatimet e për nga fortifikimet e për nga numri ushtarëve që nxirrte e tjera me radhë. Kështu që në këtë aspekt, kjo domethënë ishte një politikë tepër e mbrapsht, siç u thash, misionare, thjesht dhe vetëm që ta katandisnin Shqipërinë në vendin më të pafuqishëm, më të varfër në Ballkan e në Europë, dhe ja arritën qëllimin. Qartë, po ashtu, avokat, kush e shpëtoi Shqipërinë nga ai rrezik? Po problemi është që këtu forca progresiste kishte, por këto forca progresiste këto u goditën që fillim, u goditën me burgime politike, u burgos kreu i opozitës atërshme, kryetari i Partisë Socialiste Fatos Nano, një parti opozitare fuqishme në atë kohë ishte edhe Partia e Unitetit Kombëtar, që përfaqësoja unë si kryetari i saj, edhe unë u burgosa nga Berisha, u burgosën mjaft gazetar, u burgosën mjaft politikan të tjerë, u burgosën, domethënë, u burgjet politike i njalli Saliu, një lloj edhe më keq se ato të kohës diktaturës. Dhe kur erdhi problemi pastaja, ishin shqiptarët, fal revoltës tyre, fal revolucionit vonuar që ata bën në marsin e 97-s, që i treguan vendin përfundimisht Saliut, dhe ai
mori arratin, do më thënë atë kohë, e çoi familjen në Itali, donte të ikte edhe vetë, por e mbajti politika e pisë shqiptare dhe ato gjemat e tij vuajmë edhe sot ne. Po kush e shpëtoi, e shpëtuan edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kishin interes të veta kombëtare strategjike në këtë vend për vetë pozicionin geopolitik që ka Shqipëria dhe që ambasadorja amerikane e kohës së atëhershme Mariza Lino lozi një rol të jashtëzakonshëm me gjithë OSBE-n edhe arritën që në Shqipëri të bëheshin zgjedhje të parakoshme dhe ta merrnin pushtetin në dorë të përgjegjshmit, siç e qeveria e Nanos e 1997, e qershorit 97 u bën zgjedhjet dhe pastaj vazhdoi vendi të vihet në normalitet dhe normaliteti u vendos deri në vitin 2005 për ta marrë përsëri pastaj Berisha në dorë situatën me ndihmën përsëri të këtyre agentëve, domethënë serbo-grek, të cilët e sajuan një konflikt të brendshëm në Partinë Socialiste, duke hedhur në veprim Nimsin edhe si agent Ilir Metën në krahët e Sali Berishës dhe bën koalicion ata pastaj bashkë dhe arritën që të banin pushtetin për ato 8 vjetë, të cilët ishin 8 vjetët e gërdecit, domethënë një tragjedie tjetër që bëri Berisha, duke i djegur gjallë shqiptarët thjesht dhe vetëm që të bënte korrupsion, familja e tij, posaçërisht biri i tij Shkelzen Berisha me barutin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve, atje në Gërdec, 26 vrarë, mbi 300 të tjerë invalid përjetshëm, lere me demet materiale, dhe një vazhdoi pastaj me ato mjetet e veta fashistoide, arriti që të bënte dhe krimin e rënd shtetëror në 2011, 21 janarin, i cili ende po rropatemi dhe akoma nuk po vjen në bangun e të akuzuarve, Berisha, urdhëruesi atyre vrasjeve, që 4 i vrau atje në bulevard, plus 137 të tjerë u tentua të vriteshin dhe u plagosën, ngelen të plagosur rënd, të quhen edhe ata të vrarë. Avokat, a duhet hetohet edhe ngjarjet e 97-s njëjtë si 21 janari, duke qenë se ka një vullnet, le të themi, të SPAK-ut për të hapur dhe dosje që mendohet që kanë shumë vite që nuk do të hapeshin më? Nuk ka vullnet faktikisht SPAK për t'i hapur ato dosje, sepse SPAK-ut ne i quam edhe dosjen e grushtit shtetit të 14 shtatorit 1998, Jakobsita unë, timin e vërtet fjalës, një dosje tepër voluminoze, me prova, me fakte, me tjera, që pse u bë grushti shtetit, kur u planifikua për t'u bërë, edhe pse u gjet pastaj ai shkaku që vran Azem Hajdarin, dhe që edhe Azem Hajdari u vra, domethënë me porosit Sali Berishës, dhe pastaj filloi grushti i shtetit dhe i rrëzoi faktikisht gjithë institucionet e shtetit, u buri flakën në institucioneve me armë, u bën akte terroriste, pati të vrarë, dhe kur vjen problemi SPAK, në vend që ta fillonte vetë procedim penal, që kur erdhi 2019 që filloi funksionin, sepse e ka me ligj që i fillon çështjet kryesisht, sidomos ato çështje për të cilat u krijua, se SPAK-u u krijua si strukturë posaçme, çka do të thotë si një prokurori lufte në Shqipëri, se kishte ndodhur 21 janari, se kishin ndodhur 3.000 vrarë të firmave piramidale, se kishte ndodhur grushti i shtetit, se kishin ndodhur privatizimet kriminale të Alpetrolit, të Armos, të hidrocentraleve të Shqipërisë, se ishte vjedhur Floriri i Shqipërisë në krab e tjera, për këto u krijua SPAK. Dhe SPAK s'pati vullnet për filluar kryesisht asnjë çështje prej tyre. Edhe këtë që ja dërguam grushtin e shtetit, edhe këtë e pushoi. Edhe 21 janari nuk e filloi fare, po desh që ta kundërshtonim ne, e unë posaçërisht vendimin e SPAK për mos fillimin e procedimit penal të 21 janarit në tëra shkallët e gjykimit, derisa e fitovan kolegji penal gjykatë lartë, i cili urdhëroi të regjistrohej
procedimi penal, fillonte çështja penale kundër këtyre drejtuesve të lartë të shtetit që bën këtë grup shtetit, me Sali Berishën, Lulzim Bashën e tjerë në krye, dhe që pastaj e bulosi përfundimisht edhe vendimi i gjykatës së Strasburgut. Avokat, ju si e gjykoni punën e SPAK deri më tani? Por është një realitet që SPAK faktikisht në fillimet e veta, në nismën e vetë, si një strukturë e posaçme që u ngrit vetëm për të luftuar korrupsionin e lartë shtetëror dhe krimin e organizuar, bëri disa goditje që ngjalli shpresë ndër shqiptarë. Ngjalli shpresë dhe besim, sepse thanë më në fund, pas ka dritë në fund tunelit dhe ky vend do bëhet me drejtësi. Dhe në këtë aspekt kam parasysh ato goditjet e para, që s'kish bërë vaki, domethënë që të merresh në përgjegjësi penale në historinë e shtetit shqiptar, por posaçërisht të këtyre afro 30 vjetëve të vendosjes së sistemit demokratik në Shqipëri pas përmbysjes së sistemit komunist, që të vinin në bankun e të akuzuarve ministra, kryetar bashkie, deputet, sekretar të përgjithshëm të ministrive të ndryshme, po pastaj edhe një zëvendës kryeministër, e më vonë edhe një ish president vendi, edhe një ish kryeministër e tjera me radhë, që Sali Berisha. Pra të gjitha këto që u vunë përgjegjësi penale, treguan që steka po ngrihej lart dhe të pandëshkueshëm këtë vend nuk do të kishte. Mirë po, SPAK faktikisht ka një lloj stagnacioni. Ato dosje që janë nga më të nxehtat dhe për ato dosje që e kanë varfëruar Shqipërinë, që e kanë vrarë Shqipërinë, që kanë ngjallur në këtë vend të krimin, e kanë mbajtur në fuqi krimin zinxhir të hakmarrjeve që vazhdojnë ende sot, sepse kanë në duar armët që u dha në dorë Berisha në 97-ën, duke hapur depot e armatimit edhe që të vriste shqiptarin. Pra, të gjitha, domethënë, këto pa përjashtim, siç thash, SPAK nuk i ka vendosur këto në agjendën e vet dhe nuk po merret me hetimin dhe me gjykimin e këtyre çështjeve për t'i çuar në gjyq, por ka filluar poropatet me çështje jo që janë të parëndësishme. Se dhe lufta kundër korrupsionit sotëm është e rëndësishme, por të merresh, domethënë, vetëm me çat të del përpara, sepse e ke më të thjeshtë të zbërthesh telefona, edhe çfarë mesazhe kanë telefon, edhe në përgjimet e telefonit, edhe çdo gjë, domethënë, ta bazosh vetëm te telefoni dhe mos bësh hetime serioze për krimet e tjera që kanë ndodhur në vend, atëherë kjo nuk është normale, edhe një situatë e tillë, domethënë, nuk flet për mirë për SPAK. Rrjedhoj, kjo është arsyeja që ka një lloj zhgënjimi të shqiptarëve. Dhe nëse në vitin 2024 Altin Dumani u shpall njeriu i vitit për Shqipërinë dhe për shqiptarët, nuk kaloi pak kohë dhe në vitin 2025 që jemi tani në fund, në 90% që ishte besueshmëria edhe vlerësimi pozitiv për SPAK, ka vajtur 47%. Kjo është një rënje drastike dhe kjo rënje me mënyrën se si po ecën ende SPAK, e sidomos edhe me këtë të fundit, me insistimin për një mas sigurimi të dytë ndaj zëvendës kryeministres, kur gjykata kushtetuese të flet ndryshe edhe thot prit vendimin tim dhe ti nxitohesh, thot gjitha e ulin reputacionin e SPAK, e ulin besueshmërinë e tij në publik edhe e bëjnë të dyshim të veprimtarinë e tij. Edhe një pyetje të fundit, avokat, sipas jush në optikën tuaj, cili është politikani më mëkatar i 35 viteve të demokracisë? Po ka diskutim ajo që ai që është ideatori, frymëzuesi dhe realizuesi i një shteti që e ka rrëzuar disa herë dhe që e ktheu në diktaturë fashiste shtetin e vet dhe që
i shkaktoi këtij vendi miliarda dollar nga djegja, shkatërrimi edhe hedhja për skrap e gjithë pasurisë kombëtare shqiptare, apo nga vjedhjet galopante deri dhe tek kloriri i Shqipërisë, privatizimet kriminale, korrupsioni i paimagjinueshëm që fillon që me drurin e arë, atë të Sali Berisha dhe Genç Rulit, e vazhdon me skandalin e Arsidit, e vazhdon pastaj me Lulzim Bashën me 230 milion euro të marra në rrugën e kombit, duke nxjerrë koston pastaj më brapa me vjedhje të tjera në 1 miliard e 400 milion dollar, dhe ende rrugë e kombit është përgjysëm, se deri në Rrshen ka ardhur edhe s'po vjen dot deri në Laç. Të gjitha këto e të tjera krime me radhë, grushti i shtetit, ngjarjet e 97-s, vrasja e zgjedhjeve të lira në majin e 96-s, duke gjakosur opozitën e kohës së atëhershme, për të vazhduar me ngjarje tragjike të Gërdecit e të 21 janarit e tjerave me radhë, ka një protagonist, ai është Sali Berisha, ai është dëmsjellsi më i madh i kombit shqiptar, dhe ai sikur me këto krime që ka bërë të gjykohen realisht, ai mund të dënohet deri në 15 herë me burgim të përjetshëm. Ai ka borxhe të jashtëzakonshme vendit dhe është, domethënë, politikani me njollën më të zezë në historinë e kombit dhe të shtetit shqiptar. Qartë. Avokat, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë hapësirë dhe faleminderit shumë për komentet tuaja.